Po shiko, presioni është jashtëzakonshëm. Unë e thash, ai sot ka kërcënuar me jetë edhe prokurorin dhe gjyqtarin. Dhe kërcënimi nuk është bërë vetëm sot, është vazhdimisht Rama i kërcënon këta. Dhe nëse këta do shënonin edhe Ramën aty, do duhet të kalojnë pastaj në grup i strukturuar kriminal. Dhe akuza penale ndaj Belindës, ndaj Ramës, ndaj Elvis Berberit dhe gjithë të tjerëve do rëndohet akoma, do jetë më e rëndë si akuzë. Por pa diskutim që Rama aty brenda është, nuk i shpëton Rama hetipit drejtësisë. Thjesht thash po fiton kohë. Po fiton kohë ndoshta dhe ka dhe diçka domethënë, ju lutem, po ta shikoni me vëmendje, Rama që kur erdhi Trumpi në pushtet, u mundua të fshinte çdo foto me Sorosin. U mundua të afrojë me zotin Trump. Momentin që e kuptoi ose që mori një jo të prerë, i shkoi në dasim Soros. Pastaj filloi të tallet me Trumpin, por nuk është se ka seriozisht. Për mua kjo është thjesht alibi që Rama kërkon t'i shpëtojë drejtësisë. Pra Rama nesër pas nesër do thotë që shiko se po ma bën Trumpi për hakmarrje primitive se unë dikur kam bërë shaka me të, por se kam pas seriozisht. Pra nuk është se unë jam i korruptuar, nuk është se unë kam shkel ligjet amerikane, nuk është se unë kam korruptuar me Gonigali, nuk është se unë kam cënuar sigurinë amerikane, sepse ne kemi financime nga Rama. Le që është më e rrezikshme, ka korruptuar shefin e FBI-s, është cënimi i sigurisë së një vendi aleat. Ne me Amerikën jemi në NATO. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partneri ynë kryesor. Dhe ky partnerin kryesor, në vend që ta ndihmonte duke i thënë që shikoj se kemi një person i cili bie pre e korrupsionit, dhe është Charles McGonigal, drejtori i FBI-s, ky vetë korrupton dhe përdor për interesin e vet. Dhe gjithë kjo valle e Ramës, gjithë ky kërcimi i Ramës sa majtas djathtas, tregon sikletin e Ramës. Rama nuk e kontrollon më as drejtësinë, siç e kontrolloi pak më përpara, sepse gjërat kanë ndryshuar. Pra erdhi zoti Fleming, shkoi në prokurori dhe besoi që ka dhënë mbështetje për prokurorin. Ju do vazhdoni me atë që duam ne, jo atë që ju thot Rama juve. Po, në këtë rast, a ka një dorë amerikane, sepse goditja ndaj Ballukut përkon me vizitën e zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Mark Fleming. A ka një dorë amerikane që udhëzon spakun për të goditur në nivelet e larta? Pa diskutim, sepse situata po precipiton shumë shpejt. Domethënë, unë kisha parashikuar që Belinda nuk e kapte vitin e ri, por Belinda s'po ka pas nëntorin, s'po mbyll as nëntorin. Fakti që Rama është në këtë situatë kaq të vështirë dhe vetë Partia Socialiste po bëhet gati për ta rrëzuar Ramën. Pra qarkullojnë fjalë, eksponent PS-s thonë që po bëhen gati për ta shkarkuar Ramën sepse kështu nuk vazhdohet më. Qarkullon emri Eron Braçi sot. Nuk është se mua pëlqen. Eron Braçi është po ashtu i korruptuar. Por ata po mundohen të gjejnë një person i cili nuk është fort i angazhuar në tendra. Pra, e gjithë Partia Socialiste e di që kështu më nuk vazhdohet. Nuk është se vetëm opinioni publik e shikon që Rama ka një ngecje. Nuk është se vetëm ne e shohim. Vetë PS-ja e di përpara. Por tash mënyra se si po precipiton situata e Ramës dhe fakti që kërcënoi dje në krah të Marta Kosit, pavarësisht se ajo është një person i komprometuar nga Edi Rama, doli që ka qenë edhe spiun e UDB-s me një numër kartele atje, por fakti që ky në krah të saj një zyrtare e Bashkimit Evropian kërcënoi drejtësinë, tha që ju po na pengoni po ndërhyni punë të qeverisë. Pra ju po bëni puç kushtetues. Ndërkohë që grushtin e shtetit po e kërkon Rama, sepse drejtësia për çfarë është? Është pushteti i pavarur për të frenuar gjakderën ekonomike, për të frenuar vjedhin, abuzimin. Si mund të them drejtësisë ne që mos më prek se unë jam kryeministër, edhe derisa të vdes unë, kryeministri mund të vazhdojë të vjedhë zgjedhjet, vazhdoi të vjedhë Shqipërinë pafund, derisa të doj çefi atit. Po drejtësia për çfarë është? Për t'i hetuar këta njerëz. Për të kapur ministra që vjedhin me tendera. Jo se jam ministër unë dhe kur t'ik nga puna atë hajde merro me mua. Pa këtu nuk ka asnjë gjë të paligjshme në anë drejtësisë. Tek pezullimi që kanë bërë Belinda Ballukut. Është më se e drejtë. Thjesht është cikleti i Ramës që nuk shkëputet dot prej Ballukut sepse kanë vjedhur bashkë. Në ndryshim nga Velia i Balluku po reziston. Dhe kjo tregon gjithë degradimin e Ramës në 2-3 ditë. Kur thoni që në Partinë Socialiste po grupohen për të shkarkuar Ramën ose për të kërkuar një emër të ri, siç thoni ju, që mund të jetë Erion Braçe, në këtë rast ka përplasje klanesh në Partinë Socialiste apo është një grup që është bërë në blok kundër Edi Ramës?
Shiko, ka një dorë, pavarësisht se grupet aty janë, ne kemi informacione që Belinda kërcënoi jo vetëm Ramën, por edhe Gerta Manasteliun edhe Spiro Pali. Dhe pam pastaj që Spiro Pali doli në deklaratë dhe tha, ne nuk merrem me punë të drejtësisë, kush ka bërë shkelje të dali para drejtësisë. Pra, lufta aty ka dalë të hapur. Kemi mediat afër pushtetit të cilat akuzojnë njëra tjetrën. Po. Pra, në mos gaboj, tek ABC-ja thoshte që Report TV-ja po kërkon që Rama të heqi ballukun. Pra, pushteti si politik, si mediatik, po zjen. Por që ndërimi i pushtetit, ose më saktë, ndërimi i kryeministrit është një tentativë ose një dëshirë e socialistëve për ta mbajtur pushtetin deri në 29. Pra, dakord, me Ramën nuk vazhdohet më, por ne duhet të qëndrojmë pushtetin edhe 4 vjet jemi votuar dhe po ndrojmë kryeministrin. Ndërkohë, nga ana jon kjo nuk mund ndodhi sepse këta janë një qeveri ilegjitime. Këta nuk kanë fituar zgjedhjet, e kanë vjedhur zgjedhjet. Edhe që vendi duhet të shkojë në zgjedhje parakohshme me qeveri teknike. Nuk është se thjesht është i problem i kryeministrit dhe i Partisë Socialiste. Problemi është i Shqipërisë. Shqipëria rrezikon destabilizimin sot. Sepse organizata terroriste janë bërë jashtëzakonisht fuqishme, saqë që shkojnë e vrasin në mes të aeroport të Rinasit. Dhe aty luftë klanesh është. Luftë klanesh është dhe aty sepse të dy persona që u vranë, dhe mua më vjen shumë keq për çdo një tjetër një zor të humbur, ta njerëz që kanë shkel ligjin do të jenë në burg, të rehabilitohen edhe të kthehen prapë në shërbim të Shqipërisë, komunitetit, por jo të shkojnë në përvare. Në momenti që thash, ta dy persona ishin, njëri kishte mbështetur Ervin Hoxhën, tjetri Blendi Gonxhën. Tani Ervin Hoxha nuk është më ministër. Blendi Gonxhës i ka rënë pushtetin. Pra një grup më i fuqishëm në PS arrit të realizonte këtë vrasje për të thënë që jemi ne sot dhe ne u shfarosim. Lufta thash është bërë e jashtëzakonshme dhe nuk ka më ku të shkojë sepse edhe tensioni në popullat është jashtëzakonshëm. Përveç se këta kanë hallin e njëri tjetrit që mund të eliminojnë njëri tjetrin, por Shqipëria ka ardhur në një pikë ku njerëzit janë aq tensionuar sa një fije shkrepse mjafton dhe këtu shpërthen luta civile e dytë. Në këtë rast, cili emër mund të jetë nga radhët e socialistëve që mund të zëvendësonte kryeministrin Edi Rama? Po, shikoj, thash, Erion Braçi është një person që është më partijak, është më pranë PS sepse nuk është e rilinda, si pavarësisht se edhe ai është përfshirë në rilindje, por gjithsesi tash për ne askush nuk meriton të jetë pasardh si Ramës, por duhet një qeveri teknike që të përgatisë zgjedhje parakohshme. Është një pushtet i dal nga votat e vjedhura. Nuk është një pushtet i fituar me votë të ndershme. Pra zgjedhjet nuk janë njohur as nga OSBE Diri, ne i kemi denoncuar gjitha, kemi mbledhur fakte pafund, i kemi denoncuar javë pas jave, ditë pas dite, dhe në fund OSBE deklaroi që zgjedhjet janë të manipuluara. Pra, është certifikuar vjedhja, jo pushteti i Partisë Socialiste. Kështu që asnjë emër për ne nuk është adapt për të qenë kryeministër.